Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Shqipëria ka arritur vlerësim pozitiv nga Bashkimi Evropian në fushën e prokurimeve publike, duke konsideruar këtë sektor si një ndër më të parafruarit me standardet e Unionit. Në një deklaratë për mediat, Rama u shpreh se në këtë fushë Shqipëria trajtohet praktikisht si pjesë e BE-s, pasi nuk ja vendosur piketat ndërmjetme në procesin e vlerësimit nga Brukseli. Që Shqipëria nuk është pjesë, që prokurimet publike nuk janë pjesë e piketat ndërmjetme. E dini çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne në prokurimet publike jemi tani më një vend antar i Bashkimit Evropian. Pra, Shqipëria në këtë fushë nuk ka piketë të ndërmjetme. Piketat e ndërmjetme janë piketa për çështje dhe tema që shkojnë përtej procesit normal të antarësimit. Dhe i kemi shpjeguar që lidhen me pikërisht faktin që shtetet negociojnë, që Shqipëria negocion. Kryeministri theksoi se synimi i qeverisë është reformimi i sistemit të tenderave publik, duke ulur rolin e ministrave në këtë proces dhe duke rritur kompetencat e pushtetit vendor. Ministrit dhe ministrat nuk kanë më asnjë lidhje me tenderat dhe njëkohësisht një pjesë e madhe e tenderave të spostohen hap pas hapi edhe nga agjencitë kryesore, por edhe nga pushteti vendor. Tek pushteti vendor, sipas zgjedhjes tyre, është një pushtet që ka autonominë e vet dhe ne nuk mund t'i imponojmë se si i bën tenderat, por ka filluar. Në të njëjtën konferencë, Rama komentoi edhe procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, duke theksuar se Shqipëria nuk merr pjesë direkt në të gjitha kryezat, por përfaqësohet nga Komisioni Evropian. Komisioni është dakord që ne i kemi plotësuar 100% të gjitha detyrat për të marrë dritën jeshile për të hyrë në fazën e re, që është faza e mbylljes së kapitujve. Dhe vendet anëtare janë 27. Bëjmë pyetjet e tyre. Dhe që ta dini edhe një herë, pyetjet dhe shqetësimet e vendeve anëtare në këtë fazë nuk lidhen me piketat e ndërmjetme, por lidhen me piketat përmbyllëse. Pra, kjo është ajo që po ndodh në Bruksel në këtë kohë, është tërësisht brenda parashikimeve, nuk ka absolutisht asgjë nga çfarë i është rroganisur koka popullit shqiptar, u bllokua, doli ky e doli ai. Rama hodhi poshtë kritikat e opozitës, duke i cilësuar si përpjekje për të krijuar perceptim negativ mbi procesin e integrimit. Nuk kemi parë të vijë ndonjë forcë e brendshme nga ndonjë vend tjetër që ka negociuar me Bashkimin Evropian apo që është në proces për të hapur negociatat dhe të kërkojë me gjithfarë lloj argumentash dhe me gjithfarë lloj të zezash që të bllokohet vendi nga vjen. Në fund të deklaratës, kryeministri njoftoi edhe krijimin e një kompanie shtetërore si motor të Akshit, e cila do të ketë 100% pronësi shtetërore dhe do të fokusohet në zhvillimet e shërbimeve digjitale për të mbështetur procesin e integrimit evropian të vendit.